Ndërtim të stadiumit të ri, palestrës së re sportive, krijim të ligave shkollore e premtime të tjera ka bërë kryetari i komunës së Ferizajt, Agem Aliu, i cili synon mandatin e ri si kandidat i Partisë Demokratike. Gjatë prezantimit të planit të tij në sektorin e kulturës, rinisë dhe sportit, ai premtoi investime në parkun memorial të ushtrisë çlirimtare në fshatin Jezerc. Afër 20 milion euro për stadiumin e ri të shtetit, Ismet Shabani, në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, arenë moderne për futbollin e Ferizajt. Do të ndërtojmë palestrën e re, moderne dhe me parking nëntokësor, e konceptuar si një arenë për sport elitar, aktivitete rinore, koncerte dhe ngjarje komunitare. Do të renovojmë palestrën e sporteve Bill Clinton. Aliu premtoi edhe investime në fusha ndihmëse nëpër fshatrat e Ferizajt dhe në shkolla. Në kryeqytet, kandidati i PDK-s Uran Ismaili kritikoi pushtetin aktual. Ai tha se problemet që ka identifikuar gjatë fushatës së vitit 2021 vetëm sa janë përkeqësuar për këta 4 vjet. Jo problemet më mëdha. Njerëz janë më të zhgënjur, njerëz janë më të shpruar. Vota e tyre s'pyeten kur gjë. Po votoj kur gjë s'po morën. Po votoj kur var investimin. Po votoj kur var përmirësimin. Ndërkaq kandidati për kryetar të Fush Kosovës, Rahim Tërnava, i vazhdoi premtimet për bujqësinë dhe tha se do subvencionohen blegtorët me 10 cent për litër të qumshtit dhe premtoi shpërndarjen e granteve deri në 10.000 euro për investime në bujqësi. E kryetari i Prizrenit Shaqir Totaj njoftoi për ndarjen e pajisjeve bujqësore për 62 fermer. Në Lipjan, kryetari i PDK-s Memli Krasniqi tha se kapërcimi nga një qytet mes Prishtinës dhe Ferizajt drejt një qendre të rëndësishme urbane do të ndodhë vetëm me udhëheqjen e PDK-s dhe kandidatit Shukri Buja. Unë besoj fuqishëm se koha është Lipjani ta krijojë ta konsolidoj identitetin e vet urban, si një qendër e rëndësishme që ju konkurron gjitha qendrave, e që të mos jetë një stacion në mes Prishtinës e të Ferizajt, po që të jetë qytet i rëndësishëm për krejt Kosovën. Gjatë ditës aktivitet elektoral zhvilluan edhe kandidatët e tjerë. Kryetari i Hanit të Elezit Mehmet Ballazhi, që pretendon edhe një mandat, në një tubim elektoral tha se PDK-ja është subjekti vetëm me çështje progresive për të ardhmen e komunës.